Spital Durrës. Ju prezantojmë përshitje i shtëpi private një kashe. Është me 2 rrugë, 2 porta. Një portë ka këtej në hyrje dhe hyrjen tjetër e ka nga ana urës. Jemi rreth 100 metra nga ura e spitalit që shkon për të udhëheqjes së shëndet. Hajde, doktor Afrimi me sistem kapotash nga jashtë të gjitha. Njëra hyrje këtej nga porta. Nga porta sipër kemi, është korridori, kemi dhomën e çiftit, gjithë kjo dhomë. Që ka si dhomë hoteli mërë doktor Gjoni? Si dhomë hoteli e dhomën e gjithë si shtëpive. Aha. Tu kemi dhomën e fëmijëve. Po. Këto dhoma pritjes, kuzhina e gatimit. Banja e timatan. Gjithë kjo dhomë ndenje, kjo këtu, është të punu me gjitha. Kemi dhomën tjetër për përsërit, sepse këtej është dera tjetër doktor Afrimi. Nga dhoma tjetër, prapë si dhomë hoteli, dhomë çiftit. Tamam si dhomë hoteli. Atëherë këtej kemi oborën tjetër, korridori do. Ka dera tjetër pra është me 2 dyrë hyrja, ose edhe me 2 porta kryesore, me 2 oborë. Pra, çmimi i kësaj prone 120.000 euro. Sistem kapot. Kjo të tregoj pak me detaj. Nga këtu jemi rreth 100 metra të ura e spitalës, të kryqëzimi. Me panel diellore kemi. Nga këtu dalin përsëri në dyjanë e shtëpisë. Nga mbrapa shikoj. Te ka 2 mure, secili komshiut vetëm dhe zotëria që është vetëm. Kollonet i ka për 2 kate. Çmimi 120.000 euro, zona spitalës.